Pas më shumë se 4 dekadash si stomatolog në Mamuras, Bibrica ka zgjedhur të rikthehet vendlindjes. Në moshën 70 vjeçare, ai është vendosur përfundimisht në fshatin Perlat të Mirditës, aty ku olli hapat e parë të jetës dhe ku sot dëshiron të jap sërish kontribut për komunitetin. Edhe pse vitet kanë kaluar, energjia dhe dëshira për punë nuk janë shuar. Krahas kujdesit për pemishtet, baçen dhe prodhimet bujqësore, Bibrica ka vendosur të mos ndahet as nga profesioni që ushtroi për dekada me radhë. T'ju shërbesh prindërve është shumë kënaqësi. Të trashëgosh zënat është super kënaqësi. Ndjehem shumë i lumtur sepse edhe 3 kalamajt e mi që i kam të 3 mjekësi. Duke të qenë se zënati i mjekësisë është zënati më i shenjtë, që ka të bëjë direkt me jetën humane, ka të bëjë direkt me shtetin e popullit shqiptar. Unë si mirëditor, duke qenë gjithmonë në hijen e dashurisë mirëditore, kërkova me ardhë përsëri mirëditë. Për t'u ardhur në ndihmë banorëve të Perlatit dhe zonave përreth, ai ka zhvendosur klinikën stomatologjike në vendlindje, një nismë që synon jo vetëm të ofrojë shërbimin shëndetësor pranë banorëve, por dhe t'i jap një shembull se rikthimi në fshat mund të shoqërohet me investime dhe zhvillim. Inaugurimi simbolik i klinikës u bë gjatë festës krajnore të fshatit, në praninë e miqve, të afërmve dhe banorëve, duke kthyer këtë moment në një festë të dyfisht për komunitetin. Perlati, ashtu si shumë fshatra të Mirditës, po tërheq gjithnjë më shumë vizitor, fal natyrës së paprekur, traditës dhe mikpritjes. Për Bibricën, potenciali i zonës është i madh dhe duhet shfrytëzuar përmes investimeve që nxisin zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale. Ai beson se nismat e përfshira në paketën e maleve mund të krijojnë mundësi të reja për banorët, duke i motivuar që të investojnë dhe të jetojnë në vendlindje. Unë do fitoja paketën e maleve, mbi bazën e ligjeve, po kjo paketa e maleve është për njerëz të fuqishëm, nuk është për popullin e thjeshtë. Po të ishte për popullin, për me ngam popullin, me zhvillu popullin, një projekt dhe ta kishe bërë me bërë rezervat peshku, sepse ka ujë të rrjedhshëm dimër verë. Historia e Bibricës është historia e një njeriu që dhe pas një jete të tërë punë, zgjodhi të rikthehet aty ku gjithçka nisi, me profesionin në shërbim të komunitetit dhe me dashurinë për tokën e të parëve. Ai dëshmon se mosha nuk është pengesë për të ndërtuar diçka të vlefshme për vendlindjen.